Përshëndetje të nderuar shikues, jemi përsëri sot në Okult Kulturë, ku do të vazhdojmë me një pjesë tjetër të dytë të emisionit që quhet Shitja e Amerikës nga jo vetëm nga demokratët, por nga të gjithë ata president, qoftë demokrat, qoftë republikan, të cilët kanë qenë të korruptuar nga globalistët, nga Komiteti i 300-ve, dhe ky korruptim ka filluar qysh në vitin 1913 me ardhjen e presidentit Wilson. Shqiptarët e duan shumë Wilsonin, se kujtojnë se Wilson i ndihmoi në konferencën e paqes pas luftës së parë botërore në Paris, dhe e dinë se Wilson i dha ato 10 pikat. Jo, e keni gabim. I dha RIA me degën e saj, RIA e Londrës me degën e saj CFR në Shtetet e Bashkuara, që është Council on Foreign Relations, të cilën e drejtonte koloneli Edward House. Ky ka qenë de facto presidenti i Shtetet e Bashkuara dhe punonte për bankierët, sidomos për degën e Amerikës të Rothschildëve, që kanë qenë një grup i madh bankierësh të fuqishëm. Por kjo është një temë tjetër që mund ta diskutojmë ndonjëherë. Para se të fillojmë emisionin e dytë, Shitja e Amerikës, që është për ata që janë mish, jo ata që pinë qumësh, ata që pinë qumësh nuk i duan këto emisione, le të kalojnë ande nga tullaci, ande merren. Qarë tha ky, qarë tha ky, ku e bëri shurën, ky ku e bëri ky, si ja futi ky ati, sa do ta dënojnë këta, si ja hodhi ky, si ja hodhi ati, sa i zoti ky që ja futi këti. Dhe Shqipëria gjithnjë në lutës. Dëshiroj t'i kujtoj të gjithë ata që ndjekin emisionet e podcastit ton Okult, qoftë edhe rastësisht, qoftë nga rrjetet sociale, dhe që nuk janë të abonuar, mos harrojnë të bëjnë një subscribe atje me kisht kështu. Tak, një klik që t'ju vinë njoftimet për emisionin. Është pa pagesë, është free. Kështu që nuk harxhoni asgjë, beste fitoni dhe merrni informacion nga emisioni i cili thot fjalët e arta që nuk shkruhen në karta. Falenderojmë gjithashtu dhe sponsorët e emisionit ton, të cilët janë të përzgjedhur nga një duzinë oferta që kemi pasur, dhe shërbejnë dhe do t'i keni vazhdimisht në krahun tim, të hedhura nga regjia, dhe janë kompani të ndryshme biznesi që operojnë në fushat të ndryshme, liderë në fushat e tyre. Mjafton emrin në Google dhe menjëherë atje ku thot kontakt, as ju ose na kontaktoni, ju menjëherë keni numër telefoni, ose mund të shkruani një email, ose të merrni informacion për çfarë të dëshironi në lidhje me biznesin që keni nevojë t'ju vijë një shërbim. Po fillojmë menjëherë me temën. Pas praktikantes të Bill Clintonit dhe skandalit seksual të tij me Monica Lewinskin, që bëri aq shumë bujë, e cila shërbeu si një mbulim për të fshehur në fakt skandalet e vërteta që përfunduan dhe me vrasjen e ministrit të tregtisë Ron Brown, i cili zyrtarisht u tha që vdiq nga një aksident, nga rrëzimi i avionit në Kroaci, por në fakt nga hetimet doli që ai kishte edhe një plumb në kokë. Pra është ekzekutuar para se të binte avioni, që ata që kishin interes për zhdukjen e tij të ishin të sigurt që ai do të vdiste dhe do të merrte me vete të gjitha mëkatet për të cilat kishte filluar të akuzoheshe, por këto i keni sqaruar në pjesën e parë të emisionit Shitja e Amerikës. Shitja e Amerikës më shumë është bërë nga presidentët demokrat dhe ka filluar me presidentin aq shumë të dashur nga shqiptarët, presidentin Wilson, i cili, siç e dinë shqiptarët, ka sjell 10 pika dhe kemi dhe atje në sheshin në Tiranë e Re,
tregon, mbroni popujt e vegjël, se ka qenë një patriot i madh për të mbrojtur popujt e vegjël, dhe ne e dimë se presidenti Wilson solli 10 pikat në konferencën e paqes të Parisit pas luftës së parë botërore. Por jo, e keni ditur gabim, presidenti Wilson ishte një kukull e komisionit të fuqishëm që sapo ishte krijuar në Shtetet e Bashkuara dhe ishte tek e fjalë për të SFRA Council on Foreign Relations, e cila në fakt ishte një degë e RIA, Royal Institution of International Affairs. Ja u kam thënë vazhdimisht që të fiksoni kolonat e levave me të cilat lëviz historia këto 2-3 shekujt e fundit. RIA është krijuar nga Round Table, nga Tryeza Rumbullak, një shoqat tjetër sekrete e krijuar nga Cecil Rhodes, i cili bëri luftrat bojëre në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit 20 në Afrikën e Jugut për t'i marrë këto koloni holandezëve dhe për t'i kaluar në favor të kompanive dhe interesave britanike, duke krijuar Rhodezinë aty për nder të emrit Cecil Rhodes, Rhodezia. Rhodesi ka qenë një njeri shumë i fuqishëm që mbronte interesat e familjes mbretërore. Ai ka krijuar kompanitë e diamanteve De Beers në Afrikën e Jugut dhe me fitimet e De Beersit mbahet ajo që quhet shkolla Rhodes Scholarship, ku ata që vinë ju shplajnë trut dhe bën agent të ideve që Britania duhet të jetë sundimtarja e madhe e botës. Dhe City of London, qendra e Londrës, që quhet City of London, ku janë banka qendrore, disa banka të fuqishme, parlamenti, ku e di unë, kryeministria, janë, domethënë, është qendra e pushtetit botëror. Dhe të gjitha agent që kanë mbaruar, si Bill Clinton, që kanë mbaruar shkollën Rhodes Scholarship pas universitar në Oxford, kanë punuar për interesat e Britanisë. Qëllimi i tyre ka qenë, duke mbrojtur këto agendat që dalin nga Instituti Tavistock i Britanisë dhe agendat e tjera që për familja mbretërore nëpërmjet levave të saj si organizata botërore, forumi botërori Davosit nga këto OKB-ja me këto agendat jeshile, me këto agendat e ngrohjes së globit, me këto mashtrimet, familja mbretërore britanike gjithmonë ka qëllim kryesor depopullimin. Po të shikosh, atje ku është Britania, që ka dorë Britania, rritja e popullsisë është shumë e vogël. Shikoni Kanadan, shikoni Australinë, ata nuk lënë që të zhvillohet njëri. Po të keni dëgjuar për atë vitet e urisë në Irlandë, vitet e krizës ushqimore, nga që pati një krizë në zhvillimin e patates që ishte bima kryesore ushqyese e irlandezëve në mes shekullit 19, mos gaboj nga vitet 1860, ku u shfarosën shumë irlandezë. Në fakt kjo ishte një nga agendat e familjes mbretërore britanike që të shfaroste një pjesë të Irlandës për të mos lejuar zhvillimin e popullsisë, ashtu siç ka bërë dhe Stalini dikur në Ukrainë me lëvizjen Holodomor. E keni dëgjuar? Holodomor, ku kam vdekur disa 10 apo disa milion ose 10 milion në Ukrainë, duke se 9 milion ose 10 milion në vitet 29-30, në mos gaboj, s'jam i sigurt për vitin, dhe kam vdekur me 10 Ukrainës, pra, dhe Stalini punonte me familje mbretërore, pavarësisht se ishin sigur, ishin kundërshtar, po edhe ata përpiqeshin të bënin depopullim. Gjithashtu Stalini vravi 60 milion rus të bardhë në për gulagët, duke i dënuar, duke i internuar vazhdimisht këta kositin dhe shpikin
Ende Roxha e bënte këtë me luftën e klasave këtu në Shqipëri, derisa këta ishin të lidhur me çështjen e vaksinave, që ishin një shpikje e Rockefellerëve. Këta kishin agjendat përbashkëta pavarësisht se dukeshin sikur ishin dy palë. Kina që bënte vaksina, Rusia që ishin komuniste, larg këtyre, të gjitha këto bëhen që t'i mbajnë njerëzit nëpër farmacira, t'i mbushin me metale të rënda në gjakun e tyre dhe ata vazhdimisht të vënë nëpër farmacira të marrin ilaç. Ilaçet në farmaci një pjesë janë qetësues, një pjesë janë relaksues dhe një pjesë japin efekte anësor. Pra, në çdo ilaç i gjen këto tre komponent dhe ai duket sikur për momentin të qetëson, sepse ka disa kripra dhe disa element jetik cilat ne mund t'i marrim edhe me ushqime, po të dim, sidomos nga kripa e detit, e cila ka 82 minerale dhe këta na fusin disa element jetësor atje që na ngrenin imunitetin, na qetësojnë me një përmbajtje droge që na paksojnë dhimbjen dhe nga ana tjetër fillojnë pjesa tjetër të jap efekte anësore, që ti të mos marrësh me një ilaç apo dy ilaç, po me kalimin e kohës ti të marrësh dy të tjera, ato dy të tjera të japin prap efekte anësore për të marrë nga dy për secilin, pra do marrësh dhe 4 të tjera pas një 2-3 vjetësh si ti përdorësh to. Dhe kështu ti e fillon me një ilaç dhe mbaron vitet e fundit të jetës me një kuti të madhe, siç i kanë këta pleqt tanë dhe nuk e kuptojnë në këtë lojë të madhe. Gripet nuk ka grip, s'ka virus janë gënjeshtra, nuk ka një. Pare, ka vetëm helm me avion ose me ujë që na hedhin me mënyra të ndryshme sapo vjen stina e dimrit dhe thonë janë virozat e stinës, të tëra këto janë gënjeshtra, ka vetëm helmim. Nuk ka pasur para viteve 1900 smundje të tilla absolutisht as kancer. Nuk ka pasur kanceri, ka filluar me vaksinat, sidomos me vaksinat cowpox. Por u shmangëm pak nga pyetja dhe do të fillojmë me një praktikante tjetër shumë të rëndësishme, ashtu si Monika Lewinsky, e cila ka filluar në të njëjtën kohë me Monikën, pranë Bill Clintonit në Shtëpinë e Bardhë, por kjo ishte pranë Hillary Clinton dhe ishte një muslimane e cila kishte prindrit e saj dhe një nga vëllezërit me vllazërinë muslimane dhe të lidhur me një nga princat kryesor saudit, siç do t'ja u shpjegoj më vonë. Kjo ishte Huma Abedin dhe ishte ndërhyrja e princit të Arabisë, i cili ka paguar gjithmonë për fondacionin Bill Clinton dhe ka ndihmuar Clinton me shumë para nëpërmjet Huma Abedin, dhe Clintonët vendosën një të zgjedhurin e tyre që ishte Obama si president në Partinë Demokratike në ndikimin e Clintonëve, të cilët ishin shumë të fuqishëm në atë kohë. Uma sot është 49 vjet, është datëlindje 1975, pra është në prag të 50-ave. Ajo filloi të punonte për Hillaryn në vitin 1996, pra kur kishte edhe 2 vjet mandat dhe Hillary ishte zonja e parë e Amerikës, gruaja e presidentit Bill Clinton, dhe në atë kohë Huma Abedin ishte vetëm 19 vjeçare dhe ishte studente në Universitetin George Washington dhe u caktua në zyrën e zonjës së parë. Huma Abedin ishte caktuar nga Hillary Clinton që të punonte me të dhe u ngrit nga një praktikante 19 vjeçare në administratën e Clintonit dhe u bë ndihmësja dhe e besuara më e madhe e Hillarys kur u bë sekretare shtetit në Obamën. Dhe derisa ajo u përpoq në vitin 2016 të bëheshe presidente në fushatën kundër Trumpit të parë dhe siç dihet u mund nga presidenti Trump në 2016. Siç thotë revista Vanity Fair, gjatë viteve të shumta, Huma ka shërbyer në disa pozicione me tituj gjithnjë më të rëndësishëm. Ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pamja trupore, mund të thuhet, e i Hillaryt në trupin e Humës, ka qenë pam
ishte shefja e udhëtimeve të Hillarit dhe Hillari sa herë që udhëtonte jashtë nuk e ndante asnjëherë humën. Ka pasur dhe shumë emaile të nxjerra nga WikiLeaks-i ku janë shumë komprometuese dhe dyshimta marrëdhëniet e tyre. Huma ishte këshilltare lartë zëvendës shefe e stafit kur Hillari u bë sekretare e shtetit. Ka qenë në vitin 2016 nënkryetare e fushatës presidenciale të Hillarit në vitin 2016. Por cili do që kishte qenë titulli, puna që ajo kryente për Hillarin ka qenë gjithmonë e njëjtë. Rrëfimtare, ku ajo duhet t'i tregonte gjithçka që dinte dhe që shikonte Hillarit, e besuar absolute e saj dhe shoqëruese e pandar nga Hillari në çdo vend ku ajo ndodhej. Me kalimin e viteve, këto të dyja kanë kaluar më shumë kohë së bashku se sa secila veç e veç me burrat e tyre. Duhet të thënë që Huma Abedin u martua, kishte një kongresmen të New Yorkut, datëlindje 64, s'po më kujtohet emri i kongresmenit, dhe pas vitit 2024, pra kam rreth 2 vjet, që ajo është e dashuruar me këtë thonë jo, me Alexander Soros, ju e thatë. Një ish këshilltari Bill Clintonit e përshkruan Human si një mini Hillari dhe i thot, kudo që shkon Hillari, shkon dhe Huma Abedini. Në nëntor 2008, kur Hillari fluturoi për në Chicago për të takuar me presidentin e zgjedhur Barack Obama për të diskutuar pozicionin e saj sekretare e shtetit, ajo kishte me vete vetëm Humën gjatë bisedimeve. Gjatë kongresit raskapitës, kur u zhvilluan seancë 11-orëshe në lidhje me skandalin në Bengazi, Huma ishte dëshmimtare. Ju e dini çfarë ndodhi në Bengazi të Libis, ku në vitin 2012 me 11 shtator u vra ambasadori amerikan së bashku me 3 punonjës të CIA-s në ambasadë dhe u bë një skandal i madh në Shtetet e Bashkuara. Rallëherë kishte ndodhur një incident në nivele kaq të larta, duke pasur parasysh dhe atë që ndodhi në ambasadën iraniane gjatë revolucionit iranian të vitit 78. Huma Abedin u bë shumë shpejt hija e Hillarit. Ajo nuk ishte vetëm shoqëruese e saj e vazhdueshme, por ishte dhe e besuara e saj më besnike. Huma ishte pranë Hillarisë në çdo promovim dhe skandal, siç ishte ky i Bengazit. Vanity Fair thot më tutje, kushdo që dëshiron të fitojë favorin e Hillaris, duhet kalojë më së pari tek Huma Abedini. Dhe këta e tregojnë mira emailët e publikuara së fundmi që e bëjnë këtë gjë mjaft të qartë. Dhe për çështjet e orarit dhe të kalendarit, padyshim që ishte Huma ajo që vendoste se si do të lëvizte Hillari në ditët e ardhshme dhe këtë do të takonte dhe çfarë do të bënte. Të gjithë luftojnë për të qenë në qendër dhe Huma kontrollonte shumë nga kjo dinamik. Pra të gjithë kërkonin të afroheshin afër Hillaris, sigurisht ata që ishin të lidhur me Departamentin e Shtetit, por jo vetëm, dhe nuk mund t'i afroheshe Hillaris drejt qendrës pa ju afruar Humës. Huma kontrollon të hyrjen tek Hillaria, kjo nuk ishte një rastësi, ajo u bë ndërmjetësja e pushtetit në rrethin e Hillary Clinton. Washington Post dikur e kishte përshkruar Abedinin, pra Huma Abedinin, si një private famëkeqe në lidhje me Hillary Clinton.
Ashtu si shumë operativ të tjerë politik që veprojnë në skenën politike, ku ndodhej dhe ajo shfaqet në media vetëm kur kjo i përshtateshe agendës së saj dhe ajo e pranonte që duhet të dilte. Një vëzhgues i vjetër i Clintonëve, çiftit Clinton, shpjegonte se së bashku me Chelsea, çupën e çiftit Clinton, Abedin ishte e kuruta e tretë e botës politike të Clintonëve. Huma është një udhëheqëse e mrekullueshme, ka një sens të madh strategjik dhe është një kolege e mrekullueshme. Kompetenca e saj tejkalohet vetëm nga përullësia e saj, thot kryetari fushatës së Clintonit, famkeqi pedofil John Podesta, që ka qenë njëkohësisht edhe këshilluesi i Partisë Demokratike në mos gaboj në zgjedhjet 2005. Janë dy vëllezër Podestat. Ka akuzat forta për vëllezërit Podesta. Ka pasur shumë kritika ndaj Humës për ta paraqitur atë si një shërbëtore dhe shumë besnike ndaj Hillarit. Ashtu siç tha Podesta, Huma ishte një pjesë integrale e ekipit të Clintonit, ku ai ishte kryetar gjatë fushatës së vitit 2016. Huma Abedin, si që u thash, u bë një praktikante në vitin 96, kur ka pasur shumë skandale të çiftit Clinton. Ajo ka qenë e afërt me Hillarin, si që thash, me afër se çdo person tjetër në 20 vitet e fundit në çiftin Clinton. Rritja e saj ka filluar fëmijëria si një vajzë dhe në moshën 2 vjeçare ajo zhvendos në Jeddah të Arabisë Saudite dhe nga një praktikante në kohën e Monika Levinskit, ajo u bën nën kryetare e fushatës dhe shefe e stafit, shefja reale e stafit Shtëpisë së Bardhë. Ajo ka lindur në Kalamazoo, quhet në Michigan, në vitin 75. Në moshën 2 vjeçare, ajo u zhvendos, siç e thash, me prindit e saj, të cilët kanë qenë 2 akademikë, musliman, pakistanez dhe indian, në përkatësisht babai dhe nena, dhe u zhvendos në Jeddah të Arabisë Saudite nga Chicagoja, po ajo ka lindur në Amerikë dhe ka marrë shtetësinë amerikane. Huma është kthyer në Shtetet e Bashkuara përsëri në moshën 18 vjeçare për të studiuar në Universitetin George Washington. 2 vjet më vonë, pasi erdhi në universitet, ajo fitoi një stazh në Shtëpinë e Bardhë dhe hyri në Hillary Land, e quajnë amerikanët, në tokën e Hillarit. Në vitin 96, rreth kohës kur presidenti Clinton po i mbyllte syt për herë të parë me praktikanten Monika Lewinsky. Në vitin 1998, kur shpërtheu skandali seksual, Huma Abedin ishte lojtare golfi në klubin e vajzave, duke formuar një mburojtje të fortë ndaj zonjës së parë, e cila po ndihej e poshtëruar. Në fakt, ky skandal me Lewinskyn, Monika Lewinsky, ka dalë dhe është shfaqur para opinionit me lejen e shtrigës Hillari, sepse ata kishin bërë shumë skandale të tjera, siç u shpjegova në emisionin e parë, dhe për të ngopur njerëzit me Luke Bosh me skandalin, ku shkoi Clintoni Çarberi, u gjet një çik sperma atje, ke mbathjet e kësaj, dhe kjo e denoncoi Clintonin, i cili nuk pranonte që kishte shkuar me Monikën, por shkencëtarët ja vërtetuan që Clintoni kishte shkuar, dhe seanca të gjata kishte shkuar, apo s'kishte shkuar ndërkohë këte
vritet sekretari i departamentit të tregtisë, i cili kishte bërë shitjen e teknologjisë amerikane te kinezët për të dalë satelitët e Kinës në atmosferë dhe për të mësuar teknologjinë e cila është e ngjashme për të lëshuar raketat me rreze të gjatë veprimi me kompanitë të cilat Clintoni i kishte dërguar për të ndarë fitime të mëdha nga parat e kinezëve. Huma Abedin ka një preardhje pakistaneze. Ajo është një pikë e rëndësishme e të dhenave. Ajo doli nga Içi, shkoi nga një praktikante që ishte në Universitetin George Washington, në ndihmësja e djathtë e Hillary Clinton, Departamentin e Shtetit, dhe ishte planifikuar të ishte shefe e stafit në shtëpinë e Bardh nëse Hillary do të kishte fituar presidencën kundër Trumpit të parë në vitin 2016. Familja e saj, siç e u thash, u zhvendos nga Michigani në Jeddah, në Arabinë Saudite, kur ajo ishte vetëm 2 vjeç. Po pse u transferuan familja e saj në Jeddah? Ju kujtohet kush ka lindur në Jeddah të Arabisë Saudite dhe ka shumë lidhje të rëndësishme atje së bashku me shumë projekte të mëdha ndërtimi? Ky është princi Al-Walid bin Talal, që është djali i mbretit Abdulaziz, djali i madh mos gaboj. Dhe është datëlindjen mos gaboj viti 1950 data e lindjes. Familja Bin Laden gjithashtu ishte përqendruar në Jeddah dhe është akoma. Kjo ishte një rastësi. Ka shumë rrugë që amerikanët i çojnë në Jeddah. Huma ishte rreth 20 vjet në krah të Hillary Clintonit. Çfarë thot revista Newsweek? Gjatë garës së parë të Clintonit për president në vitin 2008, ajo solli Abedinin në rrugë me vete. Ndihmësja e re u tregua besnike efikase, sa pas zgjedhjes Barack Obamës atë vit, sekretarja sapo e mëruar e shtetit Clinton e beri Huma Abedinin zëvendës shefe të kabinetit të saj. Përveç veshjes së palltove që i mbante Hillary Clintonit, Abedin organizonte takimet e Clintonit, Hillary Clinton, me liderët botëror dhe skanonte fjalët e Clintonit për ata. Dhe kontrollonte trafikun e emaileve midis Hillary Clintonit, diplomatëve të Shtëpisë së Bardhë dhe liderëve botëror. Si zëvendës shefe e stafit për Hillaryn në Departamentin e Shtetit, Huma kishte akses në informacionet më të ndjeshme brenda kreut të administratës Obama. Këtu keni një foto, regjia ju lutem, ku është Huma Abedin duke i folur Hillary Clintonit një diçka me ngadalë në vesh. Huma Abedin kishte akses në bisedat private midis zyrtarëve të lartë të Obamës dhe liderëve botëror së bashku me gjithçka në të cilën ishte përfshirë Hillary. Ja ku keni një foto ku Clintoni i flet Huma Abedinit, po është dhe një foto tjetër ku Huma Abedin i flet Hillaryt me kujdes në vesh, dhe këto kishin një konfidencë shumë të lartë me njëri tjetrin. Huma ka qenë pra një lojtar qendror në vëzhgim. Por si arriti ajo në këtë pozicion të rëndësishëm brenda qeverisë së Shteteve të Bashkuara? Ja ku keni dhe një foto tjetër të Huma Abedinit me Hillary Clinton, e cila fliste lirshëm në telefon në sy të Huma Abedinit, e cila dinte gjithçka që bisedonte Hillary Clinton. Newsweek më tutje thot se në qarqet e Clintonit është kulmi i mungesës së zbulimit kur përmendet komësia apo fëmijëria e Abedinit, Huma Abedinit veçanërisht
pas akuzës të ngritur nga ish përfaqësuesja e SBA-s Michel Pacman në vitin 2012 se UMA mund të ishte një agjente e fjetur e vllazërisë myslimane. Dhe fëmijëria e saj në Arabinë Saudite ishte një aspekt intrigues i historisë së saj, për të cilin në fakt dihet jo shumë. Prindrit e Uma Abedinit e kaluan karrierën e tyre në universitetet e Arabisë Saudite. Nëna e Abedinit, Saleha, ishte sociologe dhe zëvendës dekane në një kolegj femrash në Xhedah, kurse babai i saj, Ndjer Saedi, ndihmoi në krijimin e një reviste ndërkombëtare kushtuar diasporës myslimane në tokat jo myslimane, pra në tokat e tjera, dhe quhej Journal of My Minority Affairs. Abedin punoi me kohë të pjesme në zhurnal. Pra në revist, Uma Abedini midis viteve 98 dhe 2009, pra mbas moshës 23 vjet deri në vitin 2009. Dhe derisa shkoi në departamentin e shtetit. Në fakt, i bie 75-98, ajo ka filluar nga mosha 14 vjeç dhe deri në moshën 25 vjeç. Të djathët kërkonin prova që ajo ishte një agjente e shoqatës vllazërisë myslimane dhe për faktin se ajo kishte shërbyer në bordin e një shoqate studentore myslimane dhe në Universitetin George Washington, që derisa edhe disa vjet mbasi u largua Uma Abedin, kjo shoqatë myslimane ishte këshilluar nga kleriku i lidhur me Al-Qaedën, Anwar al-Awlaki, sipas pretendimeve të republikanëve dhe të akuzave që ka pasur Uma Abedin. Familja e Umës u shpërngul në Xhedah në Arabinë Saudite kur ajo ishte e re dhe nënës saj u dha një punë si zëvendës dekane, siç e tham, në kolegjin për gratë. Gazeta e çështjeve të pakicave myslimane jashtë vendeve myslimane është një revistë propagandistike ndërkombëtare për vllazërinë myslimane. Filloi në Xhedah me ndihmën e babait të Umës. Dhe gjatë kohës që Uma ka qenë pranë Hillary Clinton, ajo vazhdimisht interesoi për vllazërinë myslimane, për vllazërinë e saj myslimane. Lidhjet e saj me vllazërinë myslimane u ngritën për herë të parë nga 5 antar konservator të Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara dhe pati një konflikt të madh midis demokratëve dhe republikanëve, por pas këmbguljes së çiftit Clinton, Uma u mbajt në detyrën e saj. Por republikanët thanë se ka pasur një lidhje të familjes Uma Abedin me Abdullah Omar Nassef, i cili ishte një financier i njohur i pasur saudit i Al-Qaedës sipas shërbimeve sekrete amerikane. Pra, me financierin e Al-Qaedës akuzohet se familja Uma Abedin dhe vetë Uma Abedin kishin lidhje miqësore. Abdullah Omar Nassef ka mbajtur shumë poste të rëndësishme në Arabinë Saudite, në fakt, duke përfshirë shërbimin si zëvendës president i Këshillit të Mbretërisë, presidenti i Universitetit Mbreti Abdulaziz dhe më rëndësishme si sekretar i përgjithshëm i lidhjes botërore myslimane nga viti 1983 dhe në vitin 1993. Këto janë materialet cilat unë i kam nxjerrë nga studimet që kam bërë nga materialet të ndryshme, që
ekzistojnë në lidhje me këtë temë që ne kemi marrë në shqyrtim si u shit Amerika nga klasa politike, sidomos demokrate në botë. Dhe si çifti Clintons, veçanërisht dhe Obama, kanë punuar për interesat e tyre personale për të pasuruar në mënyrë të paligjshme në kurisë të interesave të shumicës, në kundërshtim me interesat demokratike të shtetit amerikan. Është një faqe në internet që quhet IICDR, e cila identifikon një numër të madh organizatash të lidhura, shumë prej të cilave me vllazërinë myslimane globale, dhe me Hamasin për mbledhjen e fondeve dhe për të mbështetur Al-Qaedën. Doktor Nasefi është gjithashtu kryetari i Kongresit Botëror Mysliman. Nasef ka lidhje të gjata me vllazërinë myslimane në dy fusha, në media dhe në bamirësi. Por sa i lidhur ka qenë Nasefi me familjen Abedin të Huma Abedinit? Ka një artikull nga një website që quhet PJ Media, PG Media, që thot që nga themelimi i saj në fund të viteve 70, qëllimi kryesor i kësaj organizate që po e them unë me akronimin shqip IMMA, që ka krijuar babai i Huma Abedinit, ka qenë botimi i gazetës së çështjeve të pakicave myslimane. Nasef, pra një nga financierët kryesor që ka mbajtur financat e Al-Qaedës, që e përmenda më lart, ka qenë i përfshirë ngushtë me këtë gazetë për dekada, qysh prej themelimit saj në fund të viteve 1970, dhe në vitin 2003, pikërisht në kohën kur ai u akuzua dhe ishte i pandehur në padinj civile të sjell nga viktimat dhe mizorit e 11 shtatorit, të cilat në fakt ishin një false flag. Ata që e din e kuptojnë se çdo të thot false flag i një grupi tjetër që dhe ata u përpoqën ta fusnin Amerikën në kolaps, që ishin neokonsët e Bushve, familjet Bush, sidomos Bush Juniorit. Nasef thuhet ka pretendime nga republikanët se ka rekrutuar familjen Abedin për të ardhur në Xhedah, kur Huma ishte 2 vjeç, në mënyrë që babai i Humës të fillonte krijimin e gazetës Journal of My Minority Affairs, siç u përmenda disa herë, që është krijuar për të krijuar burime pranë shumë universiteteve të ndryshme të botës, në mënyrë që të promovohet perspektiva e vllazërisë myslimane për të gjitha çështjet, veçanërisht për marrëdhëniet midis feve dhe qeverive të tjera. Ky ishte komponenti kryesor i strategjisë së vllazërisë myslimane, i cili po shtynte pranimin e ligjit të sheriatit në vendet jo myslimane. Pra, ky ka qenë qëllimi kryesor i gazetës sipas akuzave që kanë bërë republikanët gjatë hetimit të emaileve të Huma Abedinit, por dhe më përpara kur ajo mori detyrën si zëvendës shefe e kabinetit të Hillary Clinton. Shumë artikuj të botuara nga revista që themeloi babai i Huma Abedinit me Nasefin janë përdorur në universitetet në botës për të nxitur promovimin e ligjit sheriatit dhe supremacin e fesë myslimane. Slogani tyre ishte infiltrim, jo pushtim. Dhe Huma Abedini ishte një e infiltruar sipas këtyre teorive. Familja Abedin në fakt ishte në fillim të kësaj strategjie për të infiltruar në fund të viteve 1970, pra në prag të viteve 1980. Nasef, ekonomisti i Al-Qaedës, ndihmoi në krijimin e revistës së vllazërisë myslimane,
dhe ai ishte i lidhur direkt me këtë revistë derisa u padit në një proces gjyqësor nga familjet e viktimave të 11 shtatorit si i lidhur me mbledhjen e fondeve për Al-Qaedën. Kur babai i Umës ndroi jetë, nëna e saj mori përsipër operacionet për infiltrim. Por cili ishte vetë roli Huma Abedinit në këtë revistë për vllazërinë myslimane, që ja u thash që ka dendur për gati 10 apo 11 vjet me kontributet e saj në këtë revistë, e cila kërkonte të shtynte ligjet, vendosjen e ligjeve të sheriatit në vende të ndryshme nëpërmjet infiltrimit. Sipas PJ Media, Abedin ka qenë ndihmës redaktore e revistës për 12 vjet, që nga koha kur ajo filloi të ishte praktikante në shtëpinë e bardhë pranë Hillary Clinton në 96 deri para se t'i bashkohet Departamentit të Shtetit në 2009. Gjatë 7 prej 12 viteve, ajo ka pasur kontakte të afërta me Nasefin, i cili atëherë ishte në bordin këshillues të gazetës së botuar nga babai i saj. Huma Abedin ishte ndihmës redaktorja e revistës që nga momenti kur ajo u bë praktikante për Hillarin, derisa u bë ndihmësja më ngushtë e Hillarit në Departamentin e Shtetit. Pra, qysh kur Hillari ishte zonjë e parë në vitin 1996 dhe derisa ajo në vitin 2000 kur Obama 2009 kur Obama erdhi në pushtet si president në shtëpinë e bardhë, ajo u instalua, siç u thash më përpara, pranë sekretares së shtetit. Ndërsa Hillari ishte senatore për New Yorkun, ajo ul në disa komitete të rëndësishme, përfshirë komitetet që mbikëqyrnin forcat e armatosura, arsimin dhe buxhetin. Gjatë asaj kohe Huma ishte në dieni të shumë informacioneve të privilegjuara dhe sekrete. Huma ishte duke punuar si ndihmës redaktore gjatë kësaj kohe për revistën e vllazërisë myslimane. Këtu republikanët e Trumpit mendojnë se ka pasur një konflikt interesi. Dhe ata pyesin se si ka mundësi që kjo ka marrë certifikatën e pastërtisë së sigurisë, duke pasur parasysh pra lidhjet e thella të familjes Abedin me vllazërinë myslimane në Arabinë Saudite. Nasef ishte një grumbullues fondesh për Al-Qaedën dhe ka punuar për revistën në të njëjtën kohë me Human dhe familjen e saj. Mjaftonte një shoqërim i afërt i Humës me Nasefin që Huma të mos e merrte dot certifikatën e sigurisë në institucionet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po pse quhet kaq i rëndësishëm misioni i Humës për të krijuar një revistë të vllazërisë myslimane? Qëllimi i vllazërisë myslimane është krijimi i kalifatit global dhe kalimi i ligjit të sheriatit mbi të. Strategjia pra ka qenë dyfisht. Edhe pse vllazëria myslimane kishte denoncuar publikisht dhunën si një mënyrë për të mbrojtur veten nga kritikat dhe për të parandaluar përcaktimin e saj si një organizatë terroriste në Shtetet e Bashkuara. Ata ende përdorin shumë bamirësi globale dhe në fakt kanë akuza se kanë financuar grupe si Hamasi, Hezbollah dhe Al-Qaeda në sytë e amerikanëve. Vllazëria myslimane kishte denoncuar dhunën, ndërsa në të njëjtën kohë financonte dhe promovonte terrorizmin dhe këtë e dinin të gjithë sipas këndvështrimit amerikan. Pjesa e dytë e strategjisë së vllazërisë myslimane pra ishte ajo që e përmendëm, infiltrimi dhe jo pushtimi në qeveritë e vendeve me ndikim në botë jo myslimane, të cilat përpiqeshin t'i rekrutonin dhe t'i merrnin nga brenda, pra infiltrim, jo pushtim. Po si? Nëpërmjet universiteteve. Ky ishte një plan i koordinuar për të depërtuar në shumë universitetet, cilat kanë qenë terene për rekrutime për politikanët dhe burokratët e ardhshëm prej vllazërisë myslimane. Nasefi jo vetëm që kishte themeluar me fondet revistën bashkë me baban e Huma Abedinit, por
Ai kishte shërbyer për shumë vite si sekretari i përgjithshëm i lidhjes botërore myslimane, që ishte një post kritik udhëheqës në përpjekjet e vllazërisë myslimane të financuar nga Arabia Saudite për të përhapur ideologjinë supremaciste islame në mbar botën. Përveç përfundimit financimit terrorit të asaj sipërmarrje, Nasef kishte bërë përpjekje të bollshme për të indoktrinuar të rinj të mysliman në institucionet arsimore. Ky është nga këndvështrimi amerikan dhe nga akuzat që bëhen për Huma Abedin. I gjithë qëllimi i përpjekjes së vllazërisë myslimane ishte indoktrinimi të rinjve mysliman në universitete për t'i vendosur ata në pozitat më të larta brenda Shteteve të Bashkuara. Koncepti i tyre ishte që nëse kontrolloni qeverinë, mund të detyroni futjen e ligjit të shariatit mbi popullatën toradorës. Kështu, vllazëria myslimane kishte depërtuar në qeverinë e Shteteve të Bashkuara për disa dekada dhe kjo kulmoi me vendosjen e administratës së Obamës, i cili dhe vetë ishte një mysliman. Çfarë organizate ishte Huma, cili president i SHBA-s ishte i lidhur me Humën, pse ishte e rëndësishme kjo, në cilin vit ndodhi kjo, kush financoi në emër të këtij presidenti, pse është e rëndësishme kjo, në cilin vit ndodhi kjo, çfarë ndodhi dhe kush u arrestua, cilat janë fondet e ngrira, pse u financua ky ish president në ditët para politike. Këto janë disa pyetje që ka shtruar faqja që e cila është një faqe sekrete e mbështetësve të bardhë, kryesisht ultrat të djathtë të presidentit Trump në presidencën e parë, kur Trumpi krijoi një ushtri të madhe hetuesish mbi veprimtarinë e çiftit Clinton, si ata e shitën Amerikën, dhe sigurisht që një pikë e rëndësishme, një nyje e rëndësishme e timit ka qenë lidhja Huma Abedin ose Hillary Clinton Huma Abedin. Çfarë ndodhi në Arabinë Saudite më pas, kush u arrestua dhe cilat janë fondet e ngrira? Ndërkohë, Al-Walid pagoi djali pra i princit Abdulaziz, që ishte një figurë shumë e rëndësishme dhe që u arrestua për korrupsion në vitet 2017, në mos gaboj, në kohën kur Trumpi ishte president. Al-Walid kishte paguar për shkollimin e Obamës në Harvard në ditët e tij parapolitike, pra para se të merresha me politikë, dhe ka një arsye që të dhënat shkollore të Obamës janë ende të vulosura, pra nuk kanë dalë në dritë. A ka qenë Obama antar i shoqatës alumni të muslimanëve të Universitetit të Harvardit? Ai asnjëherë nuk ka thënë që unë jam një i krishterë gjatë presidencës së tij. Duke parë mbrapa, mund të bëhet një pyetje, kë ka mbrojtur vazhdimisht Obama dhe kë ka ofenduar ai të krishterët apo muslimanët? Ju e dini përgjigjen për këtë, por ai ishte e lidhur vllazëria muslimane me Humën, sipas Kongresit Amerikan dhe investigimeve që bëri grupi i Trumpit. Grupe si shoqata alumni e muslimanëve të Universitetit të Harvardit, ku ndodhej dhe Huma, janë një pjesë qendrore e strategjisë të vllazërisë muslimane. Universitetet janë terrenet e tyre të rekrutimit dhe trajnimit për infiltrimin në qeverinë amerikane. Vllazëria muslimane është kundër asimilimit dhe në vend të kësaj dëshiron të zvendësojë kushtetutën me ligjin e shariatit, thuhet në investigimet që ka bërë qeveria amerikane. Ata indoktrinojnë studentët e rinj musliman që t'i shtyjnë në këto synime
që i kanë vënë vetes, ndërsa ata kërkojnë dhe përpiqen të gjejnë punë brenda qeverisë së Shtetet e Bashkuara. Huma Abedini ishte një shembull i përsosur i kësaj strategjie për ta marrë qeverinë amerikane nga brenda. Ajo ishte një studente në Universitetin George Washington kur u caktua si praktikante, siç ja u thash. Ishte kjo një rastësi? Ky infiltrim ju mundson muslimanëve të krijojnë enklava në komunitetin fizik, në kampuset dhe në institucionet kryesore shoqërore më pas, duke përfshirë si kulminacion qeverinë në të cilat sheriati nderohet si ligj bazë dhe muslimanëve këtu u jepet një stres sigurt për të kujdesur që ata të mos asimilohen. Në Shtetet e Bashkuara, themeli i kësaj infrastrukture ka qenë shoqata e studentëve musliman, e cila ka shumë degë të fuqishme në kampuset në të gjitha universitetet e Shtetet e Bashkuara, si dhe në Kanada. Nga mesi dhe në fund të viteve 90, zonja Abedin ishte antare e bordit ekzekutiv të MSA-s në Universitetin George Washington, pra të vllazërisë muslimane, dhe drejtonte komitetin social të tij. Shoqata e studentëve musliman, MSA, është Chelsea për xhihadin në akronim në gjuhën anglisht, është Chelsea për xhihadin islamik. Ka qindra kapituj në universitetet të ndryshme në të gjithë Amerikën e Veriut që kanë të njëjtin synim. Pra, Huma Abedin ka qenë në bordin ekzekutiv të shoqatës studentëve musliman në Universitetin George Washington. Dhe në këtë kohë, kur ajo ishte këtu, u bë dhe një praktikante në shtëpinë e bardhë pranë zonjës së parë Hillary Clinton. Në vitin 2001, udhërëfyesi shpirtëror i Huma Abedinit ishte Anwar al-Awlaki, operativi i Al-Qaedës, i cili në atë kohë u shërbente disa prej rrëmbyesve të akuzuar për sulmin vetvrasës mbi dy kullat pinjake, të paktën siç është akuzuar. Unë nuk i besoj për vete këto, por kjo është teoria e cila paraqitet zyrtarisht. Unë për veten nuk i besoj që ka pasur ngjarje të këtilla që student apo musliman të ndryshëm kanë rrëmbyer dhe kanë goditur kullat. Por Awlaki kishte udhëhequr në Universitetin Shtetëror të Colorados, kishte udhëhequr vllazërinë muslimane të universitetit në fillim të viteve 90. Ka një dëshmi nga një Patrick Paul, i cili thotë se Awlaki ishte gjihadisti kryesor që ka përpunuar ideologjinë e tij supremaciste në kuadrin e programit miqësor dhe korrekt që kishte në paraqitje kjo mësaja, lidhja e muslimanëve nëpër universitete. Në vitet 80, Wael Laidan drejtoi Universitetin e Arizonës në lidhje me vllazërinë e muslimanëve dhe ai ndihmoi Osama bin Ladenin për të gjetur dhe për të krijuar Al-Qaedën dhe bashkëpunoi me mbrojtësit e Abedinëve, pra prindërve të Huma Abedin, që ishin Abdullah Omar Nassef, që ja u përmenda, dhe këta krijuan trustin Rabita, i cili ishte i përcaktuar si organizatë terroriste nga ligji i Shtetet e Bashkuara, për shkak se këta kishin financuar, ky trusti Rabita kishte financuar Al-Qaedën. Këto shoqata studentëve musliman anë ban Shtetet e Bashkuara u bën baza për terroristët, siç ka pretendime nga Shtetet e Bashkuara, që
është diçka e dyshimtë, por edhe për të infiltruarit brenda qeverisë sonë. Sigurisht që të infiltruar mund të ketë pasur, sepse kushdo, çdo lloj lidhje shpirtërore apo fetare do përpiqet që të krijoj influencat e veta në çdo organizëm politik apo shoqëror ku ata jetojnë. Kjo është një lëvizje mëse e lejueshme dhe ligjore dhe nga Zoti dhe nga ligjet, ashtu siç bëjnë grupet e ndryshme. Këtë gjë bëjnë çifutët, këtë gjë bëjnë gjujshët, këtë gjë bëjnë të krishterët. Nuk ka asnjë gjë të keqe, mendoj unë. Pra, shoqatat e studentëve musliman kanë infiltruar njerëzit e tyre brenda qeverisë amerikane, derisa kanë qenë banor të atij shteti, nuk ka pse të mos futen. Dhe këto janë përpjekur të nxitin ligjin global të sheriatit. Rabita Trust është cilësuar si organizatë terroriste dhe ishte e lidhur me Nasefin dhe Al-Qaedën dhe ishte gjithashtu një organizatë pakistaneze dhe kjo nuk është rastësi. Nuk kishte një përhapje rastësishme e vllazërive, solidariteti kulturor shihet në mënyrë rutinore në të gjithë kazanin e shoqërisë amerikane, që thash më përpara. Infrastruktura islamike është ndërtuar nga Arabia Saudite dhe është drejtuar nga vllazëria në të gjithë perëndimin si një mision, misioni i çështjes së pakicave muslimane. Kjo kërkon të rritet një popullsi e cila të përqafojë idet e muslimanëve dhe doradorës këta të futin ligjin e sheriatit. Qëllimi, siç u thash, të infiltrohen në mënyrë graduale parimet e sheriatit në ligjin amerikan dhe institucionet amerikane dhe politikat publike amerikane. Qëllimi i vllazërisë muslimane është infiltrimi në mënyrë të vazhdueshme dhe futja e parimeve të sheriatit në ligjet amerikane dhe politikat publike. Për këtë ka shkruar dhe faqja QAnon ose që quhet, e cila është tepër sekrete dhe nuk ka persona të cilët të marrin përsipër botimin e të dhënave në këtë faqe. Ka qenë që në kohën e Trumpit të parë, ka vazhduar edhe gjatë kohës kur Trumpi doli në opozitë dhe vazhdon dhe sot. Është një faqe shumë e sofistikuar. Por të flasim pak për princin Al-Walid bin Talal. Pse janë të vullosura të dhënat e shkollës së Saddam të Huseinit? Ai ishte mjeshtri i kukullave që kontrollonte Partinë Demokratike Amerikane, pra princi Al-Walid bin Talal, në udhëheqjen e Obamës dhe Hillarit. Pra, kishin arritur të kishin një influencë të madhe arabët. Al-Walid kishte kontroll parësor mbi qeverinë amerikane, ai e vendosi Obamën si president dhe u përpoq të instalonte pasaj dhe Hillarin që arabët të kontrollonin Shtetet e Bashkuara, Arabia Saudite. Ky ishte një plan 16 vjeçar prej tij për ta shkatruar Amerikën dhe kushtetutën, duke ju imponuar njerëzve, shoqërisë amerikane, ligjin e shariatit. Kontrolli i shtëpisë së bardhë i dha Al-Walidit kontrollin e ushtrisë amerikane dhe triliona dollar që shpenzoheshin jashtë shtetit pas një mbikëqyrje. Tatim paguesit amerikan po detyroheshin të financonin armiqtë e tyre dhe kjo ka ndodhur me disa breza politikanësh. Huma Abedin dhe Valeri Jarret janë të dy të lidhur me Al-Walidin. Huma ishte trajtuesja e Hillarit dhe Valeri Jarret ishte trajtuesja e Obamës. Edhe kjo, një muslimane. Ka pasur një infiltrim të koordinuar dhe për këtë janë paditur nga politikanët
e Trumpit, Podesta, Huma, Abedin, të cilët kam pasur një periudhë të gjatë investigimi, për të cilën do të flasim në emisionin tjetër të radhës që do të vazhdojmë me shitja e Amerikës nëmër 3. Po e mbyllim këtu, të nderuar shikues, dhe po ju kujtojmë që të bëni abonent, subscribe, tak një klik, emër mbi emër, passwordin dhe bëhesh abonent. Dhe sa herë ne edhim një emision, ju vjen një notification. Ju kujtojmë që ky nuk është një emision për ata që duan bibironkë me qumësht, ata kanë vende të tjera ku të shkojnë. Ky është një emision për mendje hapurit dhe ata që duan të hanë mish. Nga unë Alfred Sako, miru pafshim në emisionet e radhës.